banorët e Ersek, ju ishit gruaja e para, apo jo në mos gaboj elektriciste në Ersek, si u pritët në një profesion i konsideruar si i burrave realisht? Po fillimisht si grua ku kam filluar në një zonë që është paksa më larg nga qyteti i Ersekës. Dhe si e tillë, atje kishin dominuar gjithmonë një brigadë burrash. Dhe duke qenë gjithmonë brigada e burrave që i linin defektet me kohë të gjata, zhgënjimi ishte të këta banorë dhe nuk mendonin se unë si grua do të bëja diçka. Madje dhe kur e kërkoja punën, thoshin është e pamundur, sepse ne kemi burra dhe nuk e përballojnë, e jo ti që është terreni i vështirë. Dhe ndërkohë unë thosha që unë dua punën. Për sa i përket përgjegjësisë, ajo le të qëndrojë tek unë. Dhe fillimisht kur kam bërë defektin e parë dhe shumë ishin nga ata burrat që isha në një fshat, dhe thanë, si ka mundësi ti grua? Dhe unë i thash, si ka mundësi që gratë tuaja bëjnë çdo zgjidhje në shtëpi, kështu që është vështirë për ta parë gruan që është e pamundur.